Përshëndetje shikues të televizionit Klan, jemi bashkë si çdo ditë për të njohur me më të rejat e motit sot në vend dhe Europë. Sipas Meteo-Alp, Europa juglindore ka vijuar me vrenësira si dëreshje të konsiderueshme shiu, po ashtu me të njëjtat kushte atmosferike ka vijuar edhe Britania e Madhe, ndërsa Europa veriore, Europa lindore si dhe Europa jugperëndimore janë paraqitur me kthjellime si dhe vrenësira të rrëpasërshme. Tani po njohim situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e sotme. Sipas Meteo-Alp, Shqipëria ka vijuar me vrenësira si dëreshje e shiu, kur her pas here shirat kanë qenë me intensitet mesatar dhe lokalisht intensive. Më të dukshme kanë qenë kryesisht në zonat veriore, por pas mesditës do të kemi një përmirësim gradual të kushteve atmosferike. Për sa i përket temperaturave të ajrit kanë vijuar në rritje në mëngjes, por zbresi në mesditë duke regjistruar vlerën minimale 7 gradë Celsius, ndërsa maksimumi në mesditë 24 gradë Celsius. Ndërkohë era ka frymë mesatare deri e fortë me një shpejtësi 45 km/h në drejtimin kryesisht jugor, dhe kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të krijohet dallgëzimi 4 deri në 5 ball. Ndjekim tani tabelat me temperaturat minimale dhe maksimale për sot në qytetet kryesore të vendit rënd dhe Europës. Moti për ditën e nesërme sipas Meteo-Alp, pjesa më e madhe e kontinentit evropian do të vijojë në ndikimin e një moti të paqëndrueshëm, ku vrenësira të dëndura si dëreshje e shiu do të jenë mbizotruese. Por brigjet e Greqisë si dhe gadishulli iberik do të vijojë në ndikimin e një moti të qëndrueshëm. Tani po njohim me situatën meteorologjike në vendin tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteo-Alp, paraditja do të zotërohet sërish nga vrenësira si dëreshje e shiu, por pjesa e dytë e ditës do të sjellë një përmirësim gradual të kushteve atmosferike, duke bërë që vrenësirat të spostohen në zonat përgjatë kufirit lindor. Për sa i përket temperaturave të ajrit, do të vijojnë në rritje në orët e para të ditës, por mbeten të pandryshueshme në mesditë, duke regjistruar vlerë minimale në mëngjes 8 gradë Celsius, ndërsa maksimumi në mesditë 24 gradë Celsius. Era do vijojë të frysërisht mesatare me një shpejtësi 40 km/h në drejtimin kryesisht veriperëndimor, dhe kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të krijohet dallgëzimi 4 ball. Ndjekim tani tabelat me temperaturat minimale dhe maksimale për nesër në qytetet kryesore të vendit rënd dhe Europës. Ky ishte moti për sot dhe nesër në vendin tonë, në rajon dhe Europë. Falenderoj për vëmendjen, kalofsh një javë të bukur.